Zoti Sali Berisha ka fjalën. Zotëri do shtosh minutat e përgjigjes në ti. Gjatë periudhës 1998-1999, forcat barbare serbe kryen në Kosovë rreth 100 masakra, të evidentuara ndaj popullsisë së pambrojtur të saj. Kështu u vranë rreth 1400 fëmijë dhe po citoj, Likoshan me 28 shkurt, Gjermeni mars 1998, 24 viktima civile. Në Qirez, 28 shkurt, 1 mars 98, 24 viktima civile. Prekaz, 5 dhe në 7 mars 1998, 59 viktima civile, 55 të familjes Jashari. Lybineq, masakre e parë, 25 maj 1998, 10 viktima civile. Fortes, 18 korrik 98, 12 viktima civile. Rans, Shtimje, 26 gusht 98, 11 viktima civile. Kleçk, 27 gusht 98, 8 të vrarë dhe mbi 30 të plagosur, viktima civile. Shale Bajgores, 17 shtator, 12 viktima civile. Qyqavic, 22 dhe 24 shtator 98, 24 viktima civile. 6 të mbytur me çekan në kokë. Gulboc, Malishev, 26 shtator 1998, 14 viktima civile. 6 të mbytur me çekiç në kokë. Abri e Epërme, 26 shtator 98, 24 viktima civile të familjes Deliaj. Lubeniq, masakra e dytë, 1 dhe 7 prill 99, 100 viktima civile, prej tyre edhe gra 7 zana dhe fëmijë nga mosha 2 vjeçare. Raçak, 15 janar 99, 43 viktima civile. Ure Rakovinës, 24 janar 99, 4 viktima civile. Leshani Suarex, 2 mars 99, 29 viktima civile. Reznik Bushtri, 6 mars 99, 9 viktima civile. Udogjen, Mitrovic, 13 mars 99, 6 viktima civile. Tërnav, Podujev, 20 mars 99, 4 të vrarë dhe 11 të plagosur viktima civile. Skënderaj, 20 mars 1999, 29 viktima civile. Kotlin, Kaçanik, 24 mars 99, 26 viktima civile. Podujev, 24, 25, 99, 36 viktima civile. Celin, 25 mars 99, 82 viktima civile. Fortes, 25 mars 99, 26 viktima civile. Goden, 25 mars 99, 28 viktima civile. Randobrav, 25 mars 99. Ndërkohë që vijon seanca plenare dhe ju po ndiqni zotin Berisha, nderuar shikues, do të shkojmë në një tjetër transmetim të drejtë për drejtë. Është kryeministri i vendit Edi Rama i pranishëm në konkursin ndërkombëtar për rilindjen e pallatit të sporteve Aslan Rusi. Dhe një vëmendje të re. Unë besoj se skuadrat